Ka nisur ashtu sikur si ishte dhe lajmëruar një ditë më parë procesi i votimit për zgjedhjen e kreut të Partisë Demokratike të Durrësit. Votimi ka nisur në orën 08:00 dhe antarësia e Partisë Demokratike të Degës Lokale ka nisur të hedhë votën në kutinë për atë që do të jetë kreu i ardhshëm i Demokratëve Durrësak. Në garë janë dy kandidatë në fletët e votimit, Adrian Gashi dhe Erion Luka. Zgjedhjet zhvillohen pasi kryetari i mëparashëm Ardian Muka ka dhënë dorëheqjen rreth një muaj e gjysmë më parë. Bujar Vuka, koordinatori i Partisë Demokratike lidhur me këtë proces zgjedhor në degën e Durrësit, tha për Adrianet Televizion se ky proces zgjedhor brenda Partisë Demokratike ka filluar para 2 muajve, pasi procesi analize në strukturët e Partisë Demokratike. Është një proces që ka filluar para 2 muajsh, më shumë se 2 muaj, zbatim të udhëzimit përkatës të Partisë Demokratike, të kryesisë Partisë Demokratike. Gjatë këtyre 2 muajve kemi zhvilluar procesin e analizës në çdo strukturë të Partisë Demokratike të Degës, gjatë cilave veç analizës, veç problematikave, veç propozimeve që kemi marrë, jemi ndalur edhe në zbatim të udhëzimit përkatës për zgjedhjet për kryetarin e ri të Degës, dhe sot konkludohet pas mbi 20 kandidaturash, 21 kandidatura total të propozuara për kryetar Degë, përfundimisht u konkludua me 2 kandidatura që janë sot në garë, përkatësisht Ardian Gashi dhe Erion Luka. Sipas Vukës, janë rreth 15% e degëve të Partisë Demokratike në rrethe që nuk kanë pasur kryetar të zgjedhur dhe që po nështrohen zgjedhjeve të parakoshme.